Presidenti serb Aleksandar Vučić zgjodhi të mos jetë në ndeshjen e tensionuar mes Serbisë dhe Shqipërisë në Leskovac, por duket se nuk mungoi përfaqësimi familjar në stadium. Djali i tij u pa mes tifozëve serb, i veshur thjesht me një xhupë të markës Napapria dhe kapele sportive, duke u përpjekur të mos tërheqë vëmendjen. Fotot nga tribuna tregojnë qartë pranimin e tij në mesin e tifozëve vendas, teksa ndjek me emocion ndeshjen që përfundoi me fitore 1-0 të Shqipërisë. Në momentin e golit të Rejmanajt, reagimi i tij u bë shpejt viral në rrjetet sociale. Në disa pamje shihet i habitur dhe i tensionuar, ndërsa disa minuta më vonë pas vërzhgëlimës përfundimtare dhe reagimit të tifozëve serb, duket se largohet nga rreshti i parë i tribunës. Në kontrast të plot me këtë moment, Mana i festoi para tifozëve serb, duke bërë me duar simbolin e shqiponjës, një gjest që ndezi atmosferën në stadium dhe solli reagime të ashpra nga publiku vendas. Prania e djalit të Vučić në ndeshje, edhe pse jo zyrtare, është parë si një sinjal i qartë i interesimit personal të familjes presidenciale për të sfidë që përtej sportit kanë ngarkesë të fortë politike dhe emocionale. Pamjet janë bërë tashmë objekt diskutimi në mediat serbe dhe shqiptare, ndërsa vetë Vučić nuk ka bërë asnjë koment publik mbi pjesëmarrjen e të birit në ndeshjen që riktheu rivalitetin e ndezur mes dy vendeve dhe ku Shqipëria, në ndryshim nga viti 2014, këtë herë fitoi në fushën e lojës me një gol të jashtëzakonshëm në fundin e pjesës së parë nga sulmuesi Rejmanaj. Dragan Stojković, i njohur si Piksi, ka ofruar dorëheqjen e tij menjëherë pas ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë në Leskovac, ku u turpërua në shtëpi nga një ndeshje më të rëndësishme të këtyre kualifikuesve në një ndeshje e cila u vlerësua si më e rëndësishme e këtyre kualifikuesve. Edhe pse zyrtarisht e ka komunikuar pas përfundimit të ndeshjes, duket se vendimin e kishte marrë që më herët, ndoshta që në momentin kur dëgjoi thirrjet Piksi ik që vinin nga tribunat, pas më shumë se 4 vjet e gjysmë në krye të kombëtares ku arriti të dërgojë Serbinë në Kupën e Botës dhe në Kampionatin Evropian, Piksi u përball me një fund të hidhur. Kombëtarja që dikur kishte ambicie të mëdha është kthyer në një skuadër pa identitet, shkruajnë mediat serbe, pa shpirt, pa garë dhe pa rezultate. Me këtë humbje, Serbia praktikisht ka humbur shanset për të kualifikuar në botror sipas Kurier. Stojković e la fushën menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, pa pritur ceremoninë apo duar trokitjet, u fut në tunelin e stadiumit Dubočica dhe, siç pranoi më pas në konferencë përshtyp, menjëherë telefonoi 2 figurat kryesore të Federatës së Futbollit të Serbisë për t'u ofruar dorëheqjen. E kam bërë bisede me presidentin dhe sekretarin e përgjithshëm. U ofrova dorëheqjen time. Kjo humbje nuk ishte e pritshme, por e pranoi plotësisht përgjegjësinë. Unë jam fajtori vetëm, tha ai. Piksi e kishte ndjerë që diçka nuk shkonte prej ndeshjes kundër Anglisë, kur tifozët e Beogradit e fishkëllyen për herë të parë. Ai vetë pranoi se ishte befasuar nga reagimi i tifozëve, por ndeshja ndaj Shqipërisë ja konfirmoi gjithçka. Lidhja mes tij dhe publikut ishte kaputur kur dëgjoi thirrjet Piksi ik në minutën e 83. Reagimi i tij, një gjest i qartë me duar, dukej si pranimi i fatit. Po, do ta merrni atë që kërkoni. Në konferencë, ish trajneri u përpoq të mbronte lojtarët. Mos i fajsoni ata, faji është i imi, tha ai, por realiteti në fushë errëzoi çdo justifikim. Serbia u tregua e dobët, pa ide dhe pa organizim, duke lejuar Shqipërisë të shënoi pas një ndërprerje në minutën e 46. Pas golit, autori Rejmana ngriti duar dhe bëri gjestin në shqiponjës dy krenari në mes të Serbisë, një moment simbolik që ndezi tifozët dhe thelloi poshtërimin. Reagimet në opinionin sportiv serb janë të ashpra, shumë e quajnë fundin natyrshëm të epokës së Piksit, që filloi me entuziazëm dhe patriotizëm, por përfundoi me zhgënjim të plot. Nga heroi që kualifikoi Serbinë në Katar, ai u kthye në simbol të stagnacionit dhe dështimit. Edhe vetë Stojković, dikur i qetë dhe karizmatik, duke i dorëzuar, i shuar në pjesën e dytë të ndeshjes, arrinte ulur, si njëri që e kishte kuptuar se kjo ishte ndeshja e tij e fundit. Jam i vetëdijshëm se përgjegjësia është e imja, nuk kam çfarë të shtoj, më vjen keq për popullin ton, për tifozët, por kështu është në sport dhe në jetë, than më në fund me ton të qetë, por të lodhur, pas më shumë se 4 vitesh në stolin e Serbisë ku regjistroi suksese të përzierë dhe shumë polemika. Epoka e Dragan Stojković, Piksi, përfundoi si një histori e njohur në futboll, filloi me premtime dhe mbaron me fjalinë klasike: unë jam fajtori i vetëm. Në këtë mënyrë Serbia mbetet pa trajner dhe me shumë pyetje pa përgjigje, ndërsa Shqipëria në anën tjetër
largohet nga Leskovaci me fitoren historike krenare dhe me një mesazh të qartë në futboll: respekti fitohet në fush, jo me emra.